Për ty, nëse ke guxim të dëgjosh, fuqi të ndryshosh, atëherë po, emisioni Fije Jete është për ty. Nëse pret përgjigje të sakta, ndoshta je në vendin e gabuar, por nëse ke pyetje të ndershme dhe sfiduese, je në vendin e duhur. Çdo të hënë në orën 21 në Paper FM 91.1, emisioni Fije Jete për ty. Mirëmbrëma, unë jam Anila Sulstarova. Sot do të flasim për dhimbjen. Ky emision është për ty që po hedh syt rreth vetes dhe ke gjithçka që të duhet, por ndihesh vetëm. Për ty që ke njerëz që të duan, por nuk ndjen se ke dikë që të njeh. Për ty që e bën rolin mirë, që ndihmon të tjerët, që qesh në për tavolina, por në darkë të ndalë frymarrja dhe ndjeni boshllëk. Për ty që shihesh në pasqyrë dhe dukesh mjaft bukur, por nuk ke kurajo të shohësh syt më shumë se sa 30 sekonda. Ky emision është për ty që je një grua e mirë, që je burr i përkushtuar, që je prind i përgjegjshëm, por nuk ndihesh njeri i parë. Sepse sot do të flasim për dhimbjen që nuk duket, për vetmin që jeton edhe në praninë e të tjerëve, për zbrastin që nuk ka emër, por të përpik ngadalë, për vetmin që ndodh kur je duke qeshur në për foto, por tërësisht i përhumbur brenda tyre, dhe që ndonjëherë përpiqesh të kuptosh, po pse dreqin ke qeshur në ato foto. Për atë ndjesinë e thellë se je bërë i admirueshëm, por jo i dashur. Se të vlerësojnë për atë që përfaqëson, por askush nuk të sheh për atë që je. Ky është një udhtim në pyetjet që si kemi bërë me zë. Pse nuk na shohin prindrit? Pse jemi të vetmuar edhe kur jemi të dashuruar? Pse e heshtim turpin, fajin dhe nevojat tona? Çfarë nevoje kemi të zbukurojmë kafazet ku jetojmë, por dhe kur dyert janë të hapura të kafazit, kemi frikë të dalim. Sigurisht, sot nuk do të japim receta. Nuk do të gjejmë as fajtor. Sonte nuk do të bëjmë paqe me dhimbjen. Por do i hapim derën asaj dhe do i themi: "Hyr, ulu, më thuaj çfarë do nga unë." Kur isha e vogël, në përdarka familjare, shija se si uleshin burrat në krye të tavolinës. Dhe fëmijët diku në një cep, ndërsa gratë, kudo që ishin ulur, shihnin nevojat e burrave në për tavolina, nëse kishin gjithçka, nëse duhej ndërruar tavlla, nëse ishin të ngrohta mjaftueshëm gjërat, nëse të gjitha pijet ishin në tavolinë. Fëmijëve u vijej përpara ç'të ishte dhe pastaj, kur çdo gjë dukej okay, gratë kthenin syt nga njëra tjetra për të folur për lodhjen. Kjo ishte pyetja e parë: si je, a u lodhe? Ndërkohë që kur ndonjë burr kishte ndonjë kërkesë, pa e mbaruar mirë fjalinë apo kërkesën, 3 gra ishin në këmbë, dhe gjyshet e mia, që ishin ulur direkt mbas burrave, ndiqnin me vëmendje shërbimin që bënin gratë. Vlerësonin nëse ishte në cilësinë e duhur. Gratë në tavolinë kishin një buzëqeshje që për mua si fëmijë ishte gati ngazulluese, sepse më dukeshin të lumtur dhe isha shumë e lumtur të shikoja maman time, gjyshet, tezet duke qeshur. Por, sa po shkonin në cepin ku gatuhej, fytyrat e tyre vrejnteshin, dhe nëse ndonjë nga ne fëmijët guxonte të kërkonte diçka, u priti shkurt. Jo tani. Vetëm një tezë mbaj mend që ma bënte me sy, më jepte sinjale për të më thënë që do e plotësonte ajo kërkesën time. Sa të largoheshin gratë me vetullat e rrudhura. Ajo tezë është një figurë shumë e dashur për mua, sepse në ato momente më shihte, më ndihmonte të plotësoja një kërkesë, sado e vogël apo banale në pamje të parë. Ajo më shihte
më shihte dhe ishte aty. Natyrisht ishte edhe IMM, edhe gjyshet e mia, që sigurisht më donin dhe më duan shumë. Por, përballë nevojës time për të marrë atë që unë doja, ato kishin në fokus performancës sipas standardeve. Për ato ishte rëndësishme që burrat ishin të kënaqur. Pa asnjë ankesë nga ajo darkë. Edhe sot, në darka familjare, kam një ngurtësim se më duket sikur dikush në ato darka nuk po shihet. Shpesh në klinikën ku unë punoj, bëhet një pyetje: pse edhe kur na duan, kur na dashurojnë, mund të ndihemi të vetmuara? E vërteta është që dikush mund të të dojë shumë, të dashurojë shumë, por jo në mënyrën që ty të mbërrin, sepse dashuria nuk është gjithmonë e mjaftueshme kur është pa ndjeshmëri, pa kuptuar cila është nevoja që ke. Madje ndonjëherë dhe duke e gjykuar atë nevojë që ke. Kur dashuria është pa prezencë, kur është për rutinë, kur ti merresh i ose e mirëqen. Kjo dashuri të lëvetëm. Kjo është një gjuhë që nuk kuptohet nga të dyja palët. Që kur ka filluar të ndjehemi vetëm edhe kur jemi të dashuruar? Sigurisht që kur kemi qenë fëmijë. Sepse ti, kur ke qenë fëmijë, as prindrit nuk kanë mundur të të shohin. Jo sepse nuk të duan, por sepse ata vetë nuk janë parë. Shumë shpesh prindrit janë rritur duke mos pasur hapësirë për ndjeshmëritë e tyre, për pyetjet e tyre, për lotët e tyre, për vetminë e tyre, për veten e tyre autentike. Janë rritur të udhëhequr nga standardet e paracaktuara. Dhe kur njeriu është i detyruar të mbijetojë pa u parë, mëson të mos shoh as veten dhe as ty. Prindrit nuk na shohin jo sepse nuk na duan, por sepse kur vjen puna për të parë thellë në shpirtin ton, kjo kërkon që ata të kenë parë më parë të tyrin. Dhe kjo është shumë e vështirë, sidomos për njerëz që janë rritur në kulturat e mbijetesës, në varfëri emocionale, sociale, ku përmbajtja e jetës ka qenë dhimbja. Ata bëhen prindër që t'japin ushqim, veshje, arsim, por nuk din si të japin pranin. Një prind i mirë përpiqet të t'japë atë që ti ke nevojë. Dhe shpeshherë ne prindin e njohim si të tillë në momentet që jemi rrëzuar, kemi dështuar. Aty kërrit papritur shikojmë një njerëz që thotë: ti je fëmia im, e shoh që nuk je mirë, e shoh që po vuan, nuk ka nevojë të mos gabosh, unë të dua për atë që je, dhe do të mbështes, pavarësisht dështimit tënd. Mirë, po kjo lloj ndjeshmërie nuk është instinktive. Nëse prindi vet ka mbijetuar duke fshehur emocionet, duke mos u ndier i dëshiruar, i sigurt apo i mirë pritur për atë që ishte, e ka të vështirë ta gjejë si gjuhë të ta jap ty. Dhe ky është një cikël i pandërprer. U ka ndodhur atyre, na e kanë dhënë ne, ti dhe unë do ja japim atyre që vi më pas. Pra kur një fëmijë ndjen trishtim, por askush nuk i qëndron pranë, ai e humbet pse po qante, ai fillon të vuaj për faktin që askush nuk është aty për ta ndihmuar, të kuptojë atë që po vuan dhe të mësojë se si mund ta menaxhojë. Kjo humbje e kontaktit me veten është ajo që e bën të rriturin
e nesër të mos shoh fëmijën e tij, sepse nuk mund të përballoj dhimbjen që ringjallet nga e kaluara. Ndaj prindrit e tu nuk të panë, sepse për të parë do të duhet të kujtonin gjithçka që nuk u pa tek vetja e tyre. Dhe kjo është shumë më shumë dhimbje se ata mund të përballojnë. Në terapi, ky është vetëm fillimi i shërimit. Jo për të justifikuar prindrit, po për të kuptuar se mungesa e të parit nuk është për shkak të pavlefshmërisë tënde. Nuk është për shkak se ti je me defekte, nuk është për shkak se ti nuk vlen, por është për shkak të verbërisë që shkakton dhimbja. Në terapi, një grua më thotë: unë e di që burri më do, por nuk më dëgjon. Ai më mbron, por nuk më sheh. Ai mendon se jam mirë sepse unë nuk shpërthej. Por ai nuk e kupton se heshtja ime nuk është paqe, është mungesë force për të folur. Ndoshta po atë ditë, në atë kolltuk kishte ulur një burr që mendon që gruaja e tij ka admiruar njerëz me profesione më fisnike se ajo e tija. Ky njeri ndjen se e shoqja nuk e sheh me krenari, por gati me keqardhje që ai është babai i fëmijëve. Si i duam njerëzit? Çfarë shohim tek ata kur i vlerësojmë, kur i zgjedhim të kemi partner jete? Ti si ke përzgjedhur të kesh në krah atë që ke? Çfarë pe? Çfarë të tërhoqi? Ne nuk lidhemi për të qenë çift, ne lidhemi për të qenë të parë, të pranuar. Kulturalisht kemi disa forma dashurie. Dashuria për ty përballë dashurisë si një kornizë e bukur sociale. Ne për dashuri në fakt do flasim në një emision tjetër, pak më gjerë. Por dashuria për ty është kur dikush të sheh me të gjithë papërsosmëritë e tua, kontraditat, drithijet, frikrat, dështimet, gabimet edhe tradhtit. Të sheh në thellësi dhe ndjen për ty, jo për atë që ti përfaqëson, po për ty. Dashuria është një kontakt emocional i fortë, jo performancë sociale. Kur dikush të do ty, të do për atë që ti je, me trupin, me shpirtin, me rrudhat, me celulitin, me historinë tënde, me gjurmët që jeta ka lënë tek ty. Askush nga ne nuk është i pazëvendësueshëm në rol, ama jemi të pazëvendësueshëm si njerëz. Përballë dashurisë si kornizë, kjo është dashuria për rolin tënd, për mënyrën se si ti plotson pritshmëritë, si përmbush një imazh. Kjo lloj dashurie nuk ka kontakt me thelbin tënd, por me funksionin tënd. Je grua e mirë, nënë e mirë, burr i mençur, burr i kujdesshëm. Dhe ndoshta në teori dhe i dashurueshëm ose e dashurueshme, por nuk të dashurojnë. Dashurojnë funksionet e tua, për jo thelbin tënd. Për fat keq, kjo lloj dashurie është shpesh një kontratë e heshtur. Unë të vlerësoj për gjithçka që bën, por nuk lidhem dot emocionalisht me ty si njeri. Është respekt, është mirënjohje, ndonjëherë edhe siguri, por jo intimitet emocional, jo dëshirë e thellë për ty, jo përfshirje e shpirtit. Jo rrallëherë, në terapi vjen edhe një konflikt tjetër, që lidhet me mënyrën si shohim tjetrin, si e sheh tjetrin, dhe është të jesh i admiruar, por jo i dashuruar.
Shumë gra, shumë burra janë admiruar gjithë jetën. Janë admiruar për pamjen, për llogaritë bankare, për makinat, për statusi social, për profesionin. Por nuk janë dashuruar kurrë. Janë lavdëruar, janë konsideruar njerëz të mirë, të rrallë, që janë vlejnë, pasuri kombëtare. Por në momente të vërteta nuk janë zgjedhur, sepse njerëzit kanë admiruar kostumet e tyre, po jo thelbin e tyre. Disa teorician admirimin e shikojnë si mbrojtje nga intimiteti. Admirimi sjell një distancim emocional i veshur me lavdërim. Kur e admiroj tjetrin si të përkryer, si të mrekullueshëm, unë e mbaj atë në një piedestal ku nuk ka rrezik që unë të përfshihem emocionalisht. Sepse nëse e shoh tjetrin si njëri të zakonshëm, të thyeshëm, të gjallë, që dështon, më duhet të angazhohem emocionalisht. Ndaj, shumë njerëz i idealizojnë të tjerët për të mos u lidhur me ta në mënyrë reale. Dashuria nuk është një emocion që ndodh. Ne dhe termat i kemi pak të interpretueshëm, do thoja. Rash në dashuri. Në dashuri nuk bijem. Dashuria është një akt vullneti dhe përfshirje ndaj qenies së dikujt tjetër. Njohjes me një kuriozitet gjenuin, pranimit të vetes dhe të tjetrit. Dashuria nuk është gjendje pasive, është akt, është një qëndrim që përfshin dhe tjetrin, rritjen e tjetrit, rritjen e vetes. Dashuria nuk është vetëm lule, flutura, zogj, yje. Dashuria të dhëmb. Dhe po, ata që dashurojnë janë shumë të hapur ndaj dhimbjes, ndaj pafuqishmërisë, ndaj misterit të qenies tjetër. Dashuria do kurajo. Në terapi shumë gra thonë, burri më vlerëson, më quan një rit mrekullueshëm, por nuk më sheh, nuk më do, nuk më dëshiron, nuk më zgjedh, nuk bën dashuri me mua. Dhe kjo është një nga format më të trishta të vetmisë në çift. Ti je roli që rregullon jetën e tjetrit, po jo zemra që i tund shpirtin. Dhe ndoshta nga pyetjet më të forta që mund të dëgjojmë është: a e dua dikë për atë që është, apo për mënyrën se si më bën të ndihem pranë tij, pranë saj? Sigurisht unë nuk kam një përgjigje. Mirëmbrëma për ata që sapo hyn në valët e Paper FM. Ky është emisioni Fije Jete. Për ty që e duke ngar makinën, me kujdes të lutem. Filluam të flisim për dhimbjen. Dhimbjen që vjen nga vetmia. E nuk e di si përfunduam tek dashuria. Sepse janë të lidhura bashk. Vetmia më e madhe është ajo kur jemi me dikë që duam, që na do. Dashuria, vetmia më e madhe ndodh pikërisht kur dikush na do, por nuk na dëgjon më. Por ti çfarë bën kur e kupton që të duan, por nuk të shohin, por nuk të dëgjojnë? Sepse nga përvoja e zyrës sime vjen që ne heshtim. Po, heshtim sepse ndryshimi do të thotë të pranojmë që jemi vetëm, që kemi ndjenjë që nuk duam t'i shohim, ose që kemi nevojë që për tjetrin që ka qenë bashkëudhëtar deri në ato momente kanë qenë kërkesa të tepërta, sepse të tjerët në vendin tënd do të ishin të lumtur. Prandaj heshtim. Kemi pyetje që nuk guxojmë t'i bëjmë, me njerëz që nuk na interesojnë, me aktivitete që nuk na duhen. Heshtim duke u marrë me punë, me rrjete sociale, me njerëz që nuk na interesojnë. Dhe mbrëmjeve, kur gjithçka qetësohet, kemi frikë nga heshtja, jo sepse është e zhurmshme, po sepse na njeh. Mos pyet pse jam e heshtur, pyet pse duhet të bërtas për të dëgjuar. Dikush e ka përshkruar vetmin
si të flasësh pas një xhami të trash. E sheh që tjetri lëviz buzët, vërtet madje, tjetri të sheh, tund kokën, por nuk të dëgjon. Dhe dal nga dal të ndalon së foluri. Jo sepse s'ke çfarë të thuash, por sepse e kupton që çfarë do që të thuash, nuk do mbërrish askund. Vetmia është mësuesja më e mirë e durimit. Ajo na mëson të durojmë, por nuk na mëson të jetojmë. E mbajmë për vete sepse nuk duam të ngatrojmë askënd me dhimbjen tonë. Dhe kështu bëhemi aronjë të heshtur, të admirueshëm nga larg, por të shkatruar nga brenda. Nëse ndonjëherë ke ndjerë që nuk ke kujt i thuar se nuk e mirë, ky emision është për ty. Jo sepse kemi zgjidhje të gatshme, po sepse kemi një të vërtetë që mund të të ndihmojë. Ti nuk je i vetmi që ndihesh vetëm. Ti nuk je vetmja. Jemi në dhoma plot me njerëz, qeshim nëpër darka, bëjmë plane për verën, se ku të bëjmë pushimet. Themi jam mirë, madje edhe në mënyrë fort bindse, por brenda vetes diçka nuk shkon. Sepse nuk mungon njeriu, po të mungon vetja jote e vërtet. Ajo pjesë që ti e shtyp, e hesht, e fshe dhe nga vetja jote. Dhe në historinë tënde kjo është pjesa jote që ka mësuar të hesht dhe të përshtatet të rri mirë, si dikur fëmijët që rrinin mirë në për tavolina. Kjo pjesë është ulur thellësisht brenda teje dhe pret të aftosh, të dalë nga kafazi ku e ke futur, të flas. I vetmi njeri që mund ta dëgjojë në fakt je ti. Iluzionet e dashurisë këto janë. Presim që tjetri të na dëgjojë. Kështu që gjatë fëmijërisë, një nga kryeveprat që kemi bërë, dhe kryeveprat është në thonjza, kemi ndërtuar kafazin tonë, e kemi zbukuruar. Dhe mësuam të jetojmë në kafaz, jo sepse nuk kishte zgjedhje të tjera, por sepse kafazi herë u ndërtua nga frika se mos më braktisin, herë nga edukata se kam nevojë të më pranojnë, herë nga dashurit që vinin me kushte. Dhe me kalimin e kohës, ky kafaz u bë komod, u bë normalja ime, u bë mënyra se si unë duhet të jetoj. Por në fakt, vetja jote e vërtet nuk është asnjëherë komode në atë kafaz. Dhe pyetjet e shpeshta që vijnë janë, po si ta kuptoj që po humbas veten? Si ta kuptoj që jam vetëm dhe kur s'jam vetëm? Dhe trupi yt është shumë inteligjent, të jep të gjitha sinjalet. Të jep ankthin që fillon në mëngjes, si një alarm që nuk pushon. Të jep depresionin që tulet në krahëror dhe të fshin dëshirën për gjithë shka që dikur kishte kuptim. Gjërat që dikur të gëzonin tani janë vetëm detyra. E qeshura bëhet një lloj strategjie që të mos lehtësohesh nga tjetri. Mendon për vdekjen, jo si fund, por si një lloj pushimi. Zemrohesh me gjithë botën. E vërteta është që ti ke harruar veten tënde, por zemrohesh me botën. Suksesi, ai për cilin ti ke punuar gjithë jetën, tani nuk të mbush më, sepse nuk ishte për ty, ishte për të tjerët. Këto janë sinjalet e qarta të vetmisë tënde, të kafazit tënd, të vetes tënde që nuk e dëgjon më. Por këto sinjale nuk janë sinjale që ti je i dëmtuar ose e dëmtuar, as që je mos mirënjohëse, por që jeta jote nuk po jeton më, ajo që ti po jeton nuk është më jeta jote.
Dhe pikërisht aty fillon vetmia e thellë. Jo kur mungon dikush tjetër, por kur mungon ti. Vetmia, kjo shoqëruese e heshtur dhe tejet besnike në jetët tona, furnizohet edhe nga mungesa e kuptimit. Dikush thot, njeriu ka nevojë për kuptim, po aq sa ka edhe për ajër. Të jetosh pa një qëllim, pa një arsye. Të jetosh sepse pritet prej ty teje të bësh disa detyra. Shumë prej nesh nuk jetojmë jetën që duam, por atë që duket, me rrogat mira, me dasma të bukura, me pushime të shtrenjta, me fëmijë që ecin sipas planit të shkolluar jashtë. Pra, kafazi ynë është si një shtëpi e mobiluar bukur, po që askush nuk banon më. Njerëzit ecin si aktorë që kanë harruar tekstin, po vazhdojnë të lëvizin nga skena në skenë. Nuk ndalojnë dot, sepse nëse do të ndalonin, do të dëgjonin bashllokun që u lërit. Dhe më e frikshme se pyetja është përgjigja. Sepse përgjigja është bosh, është një hapësirë boshe, ndonjëherë nuk ka përgjigje. Dhe ndoshta një ditë e pe veten pasqyrë dhe nuk e di më se si ndihesh. Duket sikur nga dita në ditë pjesët tuat po shtuken. Jo sepse nuk jem aty, por sepse kultura për rreth teje nuk të sheh më, po nuk ishe rrezatuese, e rregullt, e rinuar. Që kur ishe vajzë, djalë, të mësuan se vlera jote është në tërheqjen që ngjall, në mënyrën se si të shikojnë, si të lakmojnë, si të admirojnë. Dhe kushtu u rritet duke bërë një imazh të jetë i pëlqyer. Një imazh pa zë, një imazh që nuk ka rrudha, që nuk lejohet të lodhet, që nuk duhet të ankohet, që nuk duhet ketë në lëkur shenjat e moshës. Duhet ketë buzë perfekte, por ato duhet heshtin. Ndaj, kemi trendin që një ditë ti shkon dhe bën botox, sepse askush s'të pa ndonjëherë për rrudhën që vjen nga Mançuria, por të kanë lavdruar për buzëqeshin që mbulon lodhjen. Bën filler në buzë, jo sepse nuk ke se çfarë të thuash, por sepse të kanë dëgjuar vetëm kur ke folur butë dhe në mënyrë tërheqëse. Ti lufton celulitin jo për shëndetin, por sepse ndjen që çdo gjurmë mbi trup është dëshmi që nuk je më seksi për sy të botës. E pra ja kështu i zbukurim kafazet. E lustrojmë, e zbukurojmë nga jashtë, që të mos e shohin se ç'është brenda. Dhe nëse dikush do kish kurajon të shihte brenda, do shihte zhgënjim, frikë, ndëshkim, lodhje, dhimbje, vetmi. Kështu e humbe veten, sepse të gjithë të admiruan për kafazin, për pamjen, parat, suksesin. Dhe kështu u bëre robi kësaj marrëveshjeje. Që të mos ndihesh vetëm, bëre gjithçka. Dhe në fund të rrugtimit kthen kokën dhe sheh që gjithçka nuk vlente, sepse ti je vetëm. Dhe nëse duhet jemi gjithmonë perfekt për të dashur, është kjo dashuria apo një tregti e heshtur e shpirtit me frikën? Jeta vazhdon. Ti mund dukesh i shkëlqyer, e shkëlqyer. Të admirojnë, të pyesin për sekretet e bukurisë, të kërkojnë recetën për lëkurën, trupin, qëndrimin. Por brenda teje është një bërthllëk që nuk e shmang dot. U lodh duke jetuar për të tjerët.
Dhe fillon të kuptosh që asgjë s'ka më kuptim. Pse kemi frikë të ndryshojmë? E kuptojmë që po vuajmë. E kupton që po vuan. E kupton që diçka duhet ndryshoj sepse nuk je i lumtur, nuk je i lumtur. Ama kemi frikë, kemi shumë frikë të ndryshojmë. Dhe ndonjëherë ne jemi vetëm jo sepse s'kemi njerëz rreth vetes, por sepse ajo që ndjejmë është sepse nuk jemi të lirë të ndryshojmë, sepse nëse ndryshon, ndryshimi shihet sikur mohon atë që ke qenë. Dhe ata që të kanë njohur ashtu do ta marrin si një ndëshkim personal. Do të thonë, kush të mësoi ty të jesh kështu, pse nuk je më si dikur, pse ke ndryshuar kështu. Dhe ti që po më dëgjoni njeh këto tone. Njerëzit e shikojnë transformimin tënd jo si evolucion, po si mungesë mirënjohjeje. Po të mos ishim ne, ku do ishe? Dhe këto janë fjali që vinë nga prindrit. Ata që të bëjnë të ndihesh sikur çdo përmirësim i yti duhet të ketë firmën e tyre, sikur ti nuk ke të drejtë të ndryshosh pa marrë leje. Dhe kështu ti rri. Jo sepse nuk e do një jetë më të mirë, por sepse ndryshimi është si një dënim në sytë e atyre që të rrethojnë. Dhe ti ke frikë të zhgënjesh, sepse po i zhgënjeve, ti nuk e di se çfarë të pret. Ti nuk e di që mbas çdo zhgënjimi vjen liria. Dhe kjo është përgjegjësi e madhe. A di ti jesh i lirë? A di ti jesh vetëm? Ndaj, ti rri për të mos zhgënjur. Po sa herë që e mohon veten për të qetësuar të tjerët, ti e thellon vetmin brenda vetes. Dhe ai ka fazë i shtohet dhe një stres tjetër që e bën dhe më të padukshme. Ka një lloj urie që nuk ka të bëjë me bukën, me parat apo me suksesin. Është uria për të qenë i parë, jo për atë që bën, po për atë që je. Për atë që mbart brenda pa emër, pa fjalë, thelbyt. Për atë që nuk është gjithmonë i qeshur, që nuk është gjithmonë i ose e fortë, që nuk është gjithmonë i mirë. Të dy e dim, ti e di që dashuria është nevojë njerëzore. Por pak kush e ka provuar dashurinë pa kushte. Shumë fëmijë që tani janë gra e burra e kanë kuptuar shumë herët se duhet sillen mirë që të duhen. Të jenë të qetë, që të mos shqetësojnë të tjerët, të buzëqeshin dhe kur brenda ndjejnë që po shpërfytyrohen. Dhe me kalimin e kohës, nuk dinë më të bëjnë dallimin mes vetes dhe rolit që luajnë për të qenë të pranuar, të dashuruar dhe të mos braktisen. Kjo është braktisje e padukshme, kur fëmia është fizikisht emocionalisht i shpërfillur, sepse prindrit janë aty por nuk e dëgjojnë, nuk e pyesin, nuk e ndihmojnë. Dhe më keq, i mohojnë dhe ndonjë përgjigje, sepse nuk dinë t'ia shpjegojnë. Dhe shumë të rritur thonë, ta them kur të rritesh. Kjo është pikërisht konfirmimi, unë nuk di të flas. Dhe me që unë nuk di të flas, ti hesht. Dhe fëmia rritet duke u ndjerë se është shumë i ndjeshëm, është shumë qaraman, shumë emocional. Dhe kjo e bën që fëmia ta shoh veten si problemi. Pikërisht këtu lind dhimbja dhe vetmia. Dhimbjat që ti nuk je kurrë i parë, i njohur dhe i ndjerë, por nëse ti ke zë, je problem. Dhe ti e di se çfarë ndodh më pas. Rritesh, bëhesh ekspert i maskave. Bëhesh gjithmonë ai që ndihmon të tjerët, që bën shaka, që gjen zgjidhje, që ke gjithçka në kontroll. Por ti nuk e di nëse të sheh dikush. Sepse nëse fëmijëria jote ka qenë një provë për të fituar dashurinë, ti nuk pushon së provuari as si i rritur. Në marrëdhënie, në punë, në çdo gjë. E vërteta e hidhur është se shumë njerëz nuk kërkojnë dashuri, kërkojnë miratim. Sepse dashuria nuk u dha pa kushte, ishte gjithmonë një marrëveshje e heshtur. Sillu kështu
dhe do të duam. Dhe madje, shpeshherë kemi dëgjuar, të duam kështu siç je. Përkthimi e di cili është, të duam vetëm kështu siç je. Pra, të mohojmë të drejtën për të ndryshuar. Dhe dalim tek marrëveshja e heshtur e dashurisë. Nëse do të më duan, duhet të qëndroj brenda formës që ata kanë ndërtuar për mua, e përkthyer brenda kafazit. Dhe kur ti mendon të dalësh jashtë saj, ata nuk largohen vetëm nga ti, po largohen me një mesazh. Sepse sigurisht, nëse ne dalim nga kafazi, mezi do rrahim krahët në ajër, dhe me gjasa dhe mund të rëzohemi, po ky është çmimi i lirisë. Dhe në këmbim marrim, e shesh çfarë ndodh kur guxon shumë? Kështu që kthehemi ke kafazi, të lodhur, të dëshpëruar, edhe më të vetmuar. Ti e përjeton këtë si një humbje të dashurisë, por në të vërtetë është largimi nga kontrolli. Ne kemi nevojë të kontrollojmë jetën tënde. Ti ke nevojë të kontrollosh jetën time. Humbja e kontrollit shihet shpeshherë si humbje e dashurisë. Në fakt është frikë, nuk ka të bëjë me dashurinë, sepse dashuria vërtet nuk të ndëshkon për rritjen. Dashuria vërtet të lejon të rritesh, edhe kur nuk rritesh me formatin që unë dua. Nëse ti guxon të dalësh nga kafazi, është e vërtet që do jesh vetëm. Por vetmia që vjen është shumë reale. Është një vetmi që shpesh i hap rrugë dashurisë më të thellë, asaj që nuk të do sepse rri njësoj, por sepse je vetja, je i ndryshueshëm, arritemi. Sepse kur njeriu mëson të jeti pranueshëm nga të tjerët, po jo i vërtet, ai shndrohet në një hije të vetes, dhe pastaj vjen ai momenti që s'duron dot më. Kur njeriu lodhet duke u fshehur, ku gjithçka jashtë është në vend, po brenda njeriu digjet një pyetje. Po nëse askush s'më ka njohur kurrë kështu siç jam, a jam vërtet e dashurueshme? Nëse dikush do më njihte brenda kafazit për ato që kam heshtur, a do më donin? Për mua si terapiste, ky është momenti që them, këtu fillon shërimi. Jo nga braktisja, po nga ndarja me veten që është në funksion të tjetrit. Këtu, në këtë moment, kur ngrem pyetjen, a do më donin, nëse do më shihnin realisht për atë që jam, aktivizohet një emocion tjetër që është i tmerrshëm. Por është aty. Është në mënyrë të pashmangshme aty. Është turpi. Turpi ka një zë që thot, nëse dikush të njeh vërtet, do të braktisë. Ka njerëz që nuk kanë bërë asgjë të keqe, por mbajnë një barrë që nuk dinë si ta emërtojnë. E para sepse faji nuk ka nevojë për prova, ka nevojë vetëm për një bindje të brendshme që nis që fëmijë. Unë jam e pamjaftueshme, unë nuk munda të bëj të lumtur prindrit e mi. Madje si fëmijë, çdo sherr të prindërve tan e shihnim si faji ynë. Jo sepse bëra diçka, po sepse nuk e dija se çfarë pritej prej meje. Faji, që është shok i ngushtë me turpin, jo gjithmonë shkojnë bashkë, po zakonisht shkojnë shumë mirë bashkë. Nuk ka të bëjë gjithmonë me moralin, por me një ndjesi ekzistenciale që lidhet me papërshtatshmërinë. Është zëri i brendshëm që të thotë ti je arsye që dikush tjetër nuk është i lumtur, edhe kur ishe fëmijë dhe kur nuk e kuptoje se çfarë do thoshte fjala përgjegjësi. Ne nuk vuajmë nga simptomat, ne vuajmë nga përpjekjet për të fshehur simptomat tona. Në praktikën time një grua tha në një nga ditët, e ndjej që kam bërë diçka gabim, nuk e di tamam çfarë. Kam ndjesinë që prindrit e mi nuk ishin të lumtur për shkakun tim.
Edhe kur më përqafonin, ndjesha sikur më thoshin jemi të lodhur nga ty. Jo me fjalë, nuk ma than kur me fjalë, ma than me sy. Ndërkohë po aq shpesh kam vënë re. Kjo jo vetëm në klinik, por edhe në auditore, edhe në rrugë. Sa shpesh njerëzit thonë më fal. Më fal pse qaj. Më fal pse nuk të pash dhe na u prekën supet. Më fal për gjëra që nuk ka arsye për të thënë më fal. Faji është si ai antivirus i instaluar gabimisht në sistemin tonë emocional. Ai që thotë që çdo gjë që shkon keq është për fajin tënd. Ndërsa turpi ka një gjuhë të hidhur. Turpi nuk lidhet me kam bërë diçka keq. Po turpi e ka shumë të fortë gishtin që ngres e thot ti je i keq. Dhe kjo e bën shumë të rrezikshëm, sepse turpi nuk sulmon veprimin, por vetë identitetin. Nuk ka të bëjë me sjellje, nuk ka të bëjë me ndjesinë se nuk je i denj për që në pranishëm në këtë botë. Është që ti je gabim në këtë botë. Turpi është si një helm i heshtur që nuk shfaqet në analizë gjaku, por të ndryshon sjelljen, marrëdhënien dhe mënyrën se si ti flet me veten. Turpi mbetet brenda sepse mendon që po doli, gjithçka do shëmbet. Por në të vërtetë, sa më shumë e shtyp, sa më shumë e mban, sa më shumë nuk jep zë, sa më shumë i mohon vetes të drejtën të gabosh, ai të shpërfytyron. Të bën egoist, të bën të pandjeshëm, të trëmb, përpiqesh të parashikosh gjithçka. Ndërkohë që turpi, për ata që e kanë studiuar, është një emocion që rrallë kuptohet. Është shumë i trashëgueshëm. E mësojmë nga mamat tona, nga baballarët tonë. Një ditë një vajzë më thotë, nuk është se më kanë poshtëruar ndonjëherë publikisht, por sa herë që kam lejuar të jem shumë vetja, kam pasur ndjenjë që po e teproj. Më duke sikur në një cep të tavolinës dikush po gjykonte të qeshurën time, dekolten time, atë që isha unë në atë moment. Nuk kam asnjë fakt për këtë, e kam ndjesi, një ndjesi që më vjen nga mamaja ime. Ajo nuk kishte turp për çfarë kishte bërë. Ajo, si shumë vajza dhe gra të tjera, kanë turp nga ajo që janë. Turpi dhe faji janë dy shoqërues të tjerë të vetmisë. Pra ne vuajmë nga vetmia sepse kemi frikë të jemi të parë për atë që jemi. Nuk dim të jemi të parë për atë që jemi. Sepse nëse do e luftoja këtë vetmi, kam frikë që nuk do më donin, nuk do më pranonin, do më braktistin, do zhgënjeja, do lëndoja shumë njerëz. Dhe në këtë rrugtim të vështirë për ty, që do të dalësh nga kafazi, po ke frikë, ke të drejtë, sepse nuk është vetëm frika nga braktisja, nuk është vetëm frika nga të qenit i papar, por sepse dhe turpi dhe faji të presin aty ke derja kafazit për të thënë arri aty. Ti ke frikë se po ndryshove do turpërohesh. Jo vetëm sepse mund të dështosh, por sepse do kesh guxuar të tregosh se ke pas një nevojë. Dhe në shumë mjedise të kesh nevoja është turp. Mund të ndjesh faj sepse ke filluar të mendosh për veten, sepse dikush do të thotë, po unë që isha aty për ty, unë sakrifikova për ty. Si guxon të mendosh që mund të jesh më mirë pa mua? Ndaj e gjithë përpjekja jote për të ecur përpara shihet si një akt egoizmi. Dhe ti fillon të ndihesh fajtor për gëzimin tënd, për ëndrrën tënde që e nxore nga ndonjë cep i kafazit tënd. Ndihesh si ai fëmijë që ka dalë nga roli i fëmijës së mirë dhe shikon në sytë e prindërve zhgënjimin. Dhe ndoshta edhe në një batut nga ndonjë gjyshe që ky fëmijë nuk e dim nga ka ngjar, nga raca e tjemës apo e tjatit.
varet nga argjyshja. Pra këtë nevojën tënde që ti të dalësh nga kafazi nuk e shohin më si sukses tëndin, por si një tradhti, si një dështim. Dhe kështu ti e mbledh veten, mbyll zemrën, mbyll mendjen dhe kthehesh në skenarin e vjetër. Jo sepse ti nuk e di se çfarë të duhet, por sepse ndihesh si një tradhtar i dashurisë që ke marrë, edhe kur ajo dashuri të ka lënduar. Sipas të dyesve të turpit, turpi e humbet fuqinë e tij sapo ne fillojmë të flasim për të. Por do kur ajo të flasësh për turpin. Shpesh herë, shpreha që kemi dëgjuar është të vi turp nga vetja dhe nuk e di në çfarë formë, në çfarë mënyrë. Këtë shprehje kemi brendësuar. Ndjej turp nga vetja. Kjo është një fjalë që edhe psikanalistët më të mëdhenj shmangen, sepse zbulon gjithçka dhe nëse ti e thua një herë nuk ka më kthim prapa. Në mënyrë metaforike, po të dua t'i përshkruaj, turpi dhe faji janë si dy dhoma të errta brenda nesh ku nuk hyn kurrë dritë, i mbylli me çelës, por prej aty vijnë zëra. Dhe përsa kohë nuk i dëgjoj me emër, ata përshpërisin në çdo vendim tonin dhe bëjnë që çdo gabim të duket si një fakt që nuk je i mirë. Turpi dhe faji janë ndjesi që na mbyllin gojën, por na lën vetëm dhe na lën në heshtje. Turpi dhe faji arrin të palëvizur në themel të emocioneve tona dhe na shtyn të bëjmë gjëra që nuk na shërbejnë. Kërkojmë miratim, kërkojmë të fshehim dhimbjen, mos të tregojmë askujt që ndonjëherë nuk jemi në rregull. Frika jote nuk është dobësi. Është dëshmi se ke jetuar në një sistem që e ka quajtur bindjen si dashuri, heshtjen si maturi dhe sakrificat e tua si suksesit të tjerëve. Por në fund të këtij emisioni, unë kam një pyetje për ty. Sa herë duhet ta humbasësh veten që të ndihesh i dashur? Dhe nëse për të fituar dashurinë e tyre duhet të humbasësh veten, a ja vlen ajo dashuri? Sot, si zakonisht, nuk dham asnjë përgjigje. Po u përpoqëm për pak kuptim, nuk bëm as paqe me dhimbjen, sepse jo çdo gjë që dhëmb ka nevojë të shërohet apo të pajtohemi menjëherë me të. Ndonjëherë thjesht duhet të rri, të marrë frymë thellë, të njihet dhe kërkon që ti të kesh kurajën ta shohësh në sy. Nëse e gjetë veten në ndonjë nga këto pyetje që po mësonte, nëse ke heshtje brenda që se ke ndarë me askënd, nëse ka ditë kur nuk ndjen asgjë dhe as vetes nuk i thua, nuk i flet, atëherë po, mendoj që ky emision ishte për ty. Ju uroj një natë me ëndra që t'ju shërojnë. Natën e mirë.